dashur, sot jemi në fshatin Peqin, në Shqipëri, jemi tek Via Egnatia Agroturizëm. Do e shohim nga afër këtë vend, si çfarë përfshin, është një vend goxha i madh dhe ka shumë vende të ndryshme të cilat mund t'i vizitojmë. Ka disa tunele të cilat janë shumë kurioze me i pa edhe vetë, por gjithashtu prodhimin e bylmetit dhe prodhimin e shumë çka tjetër mund ta ndihni gjatë kësaj interviste dhe gjatë pamjeve këtu. Unë sot do bëj një intervistë me përfaqësuesin e familjes, i cili do na tregoj më shumë rreth këtij vendi, më shumë rreth historikut, por edhe se çfarë prodhohet këtu, por edhe për ushqimin patjetër. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se keni ardhur, kënaqësi. Faleminderit shumë për mikpritjen, është një vend fantastik me të vërtetë, është shumë kënaqësi e madhe që jemi këtu dhe ta zbulojmë më shumë historinë e këtij vendi sepse ka një histori shumë të veçantë. Tani, të gjithë trevat shqiptare janë të bukura. Çdo trev shqiptare ka specifikat e saj, ka zakonet, ritet, të thosha terrenin e saj dhe gjërat të cilët po përtor temin mburren apo krenohen qytetarët atyre trevave. Një nga ato treva shqiptare sigurisht është edhe treva e zonës Peqinit, të ish Klodianës, sepse qyteti në periudhën romake i Peqinit e ka patur emrin Klodiana fillimisht, pastaj ka evoluar për shkak edhe në pushtuesit, pushtimet dhe në kohën e pushtimit otoman ka ndryshuar nga Klodiana në Piklin dhe pastaj në fund në Peqin. Sa bukur të dëgjosh edhe këtë histori më nga afër edhe të kuptosh tamam historinë e vërtetë që fshihet mbrapa emrave të vendeve. Pozicioni gjeografik i zonës së Peqinit, të qytetit të lashtë Klodiana, është një pozicion strategjik qysh nga koha e romakëve, ku dihet që perandoria romake ishte një perandoria e cila ushtri në të gjithë territorin gati të Europës, madje edhe më tej, por specifika është që për të kaluar në zonën për në Konstantinopol, në Selanik, është ndërtuar rruga e cila vjen nga Roma, në zonën e Puljas, në Durrës dhe përgjat pastaj vazhdon në Peqin, ka në zonën e Mirakës, të Librazhit, Qukësit, në Lin, pastaj vazhdon në tutje në drejtim të Korçës dhe në Selanik në drejtim të Konstantinopolës. Vajza e familjes Sula, e cila është e martuar me djalin e familjes Casanova, të cilët janë nga Italia, dhe vajza e familjes Sula, Paula Sula, ka mbaruar studimet në Zvicër dhe ku është njohur me bashkëtortin e saj Matteo Casanova, të familjes Casanova, të cilët që të dy i lindi ideja për ngritjen e një agroturizmi në këtë zonë, sepse familja Sula është nga kjo zonë autoktone prej qindra vjetësh dhe duke patur parasysh se kush është kjo zonë, kjo ide u laborua fort dhe eci përpara dhe shty nga ana familjes Casanova, të cilët kanë qenë financuesit e këtij projekti, pra familje milaneze nga Milano, të cilët bashkë me Paulën, qoftë Matteo Casanova, qoftë Paolo Sula, kanë përfunduar studimet për administrim, menaxhim biznesi, dhe që kjo ide e ngritjes së këtij agroturizmi. Është shumë kënaqësi e madhe që të dëgjojmë kësaj lloj histori dhe të dëgjojmë histori suksesi në Shqipëri, por edhe që i rrini gati kaq shumë. Po besoj që jeni edhe familje, kështu që gjithë përfshiheni në gjitha punët këtu. Tani duhet të jemi shumë të sinqert edhe shumë të drejtë për drejtë edhe pa filtra. Familja Sula dhe familja Casanova janë të gjithë dhe plus pjesëtarët familjeve të tjera janë të përfshirë në këtë projekt, të cilët nga ndërtimi. Doja t'ju thoja që gjithë ky projekt ka përfunduar për gjatë jo më shumë se sa 2 viteve, investimi kur ka filluar, dhe tu mund të shikojmë edhe pamjet e gjurmët e Via Egnatia. Dhe
kur ka vazhduar pastaj projekti, të gjithë personat janë përfshirë të fisit të Sula, të fisit Casanova dhe fisit Magane dhe fisit të tjera. Tani mund t'ju shpjegoj këtu, këto janë kupa en Floriri, të cilët janë zbuluar në mos gaboj në vitin 1920-25 në zonën e Vrapit, e cila është këtu më matan Kodrave, që është nën prefekturës së Peqinit në atë kohë, dhe sot këto en të periudhës romake ndodhen në muzeun e New Yorkut. Mjallë e qytetit e Peqinit, e ndërtuar disa shekuj më parë, dhe që është ndërkalat e Shqipërisë së mesme. Aty janë restorantet, janë 3 salla, pra një sallë e vogël që bën për evente, po themi të vogla deri në 40 persona fillimisht. Pastaj është salla tjetër, është salla me natyrën, dhe salla pastaj tjetër brenda janë xhardino për pjesën e jashtë, ku është specifike këtu në zonën e Peqinit ka 2 gjëra të cilët janë që mburret zona dhe të gjithë fermerët e zonës. Është ulliri që është pema shekullore e Peqinit, dhe po shikosh këtu brenda agroturizmit, këto janë pemë të ullirit mbi 150 vjeç. Që janë pemet e ullirit, dhe kështu që i gjithë ky quhet ulliri kokër vogël që quhet bizoni që vojs si themi të zonës dhe është që kultivohet, dhe këto i përkasin periudhës mesjetare 500-600 vjet përpara, të cilët është kultivuar dhe që është mbjellur gjithë zona e ullirit. Agroturizmi Via Ignatia zotron edhe me bashkëpunim dhe 2 ferma të tjera, një fermë tjetër është Matan Lumit për rritjen vetëm të zogjve të fushës, po që vetë zona e Peqinit ka një emër të përveçëm që nuk i quhen zogj, nuk i quhen pula, po i quhen kalastren. Dhe ky agroturizëm zotron edhe 2 baxha, të cilët janë në përditshmërinë e tyre në aktivitetin, që do të thotë që duke pa parasysh. Baxhat janë si lloj depo, a më thujt kështu apo çka janë? Jo, baxhat janë ato të cilët prodhojnë të gjithë produktin e djatrave, të bulmetit nga fillimi deri në fund. Agroturizmi Via Ignatia sot zotron 12 lopë të saj, disa dele dhe disa dhi, dhe gjithë qumshi i këtyre përpunohet në përditshmëri, por besoj që është i vetmi agroturizëm i cili ka një cikël të mbyllur dhe që prodhon në mos gaboj 13 ose 14 lloj gjatrash të prodhimit nga bulmeti. Pra në territorin e agroturizmit Via Ignatia prodhohet burrato, mozzarella, ricotta, stracciatella, gjithë llojet e djathtë kaçkavall, dhe së shpejti për shkak duke patur parasysh që ka 7 tunele në territorin e agroturizmit Via Ignatia, një tunel do të jetë vetëm për stazhonimin e djathëve të kaçkavallit. Agroturizmi ka dhe 15 dhoma aktualisht, të cilët janë dhoma familjare, por apo themi të akomodohet një çift bashkë me 2 ose 3 fëmijë, por ka dhe dhoma të cilët mund të jenë vetëm për çifte. Klientët që do vizitojnë agroturizmin Via Ignatia të kenë edhe një pishinë për të rritur dhe një pishinë gjysmë olimpike edhe për fëmijët, dhe ndoshta po mendohet që familja Casanova me familjen Sula po mendojnë që të ndërtojë edhe një ambient për çiftet e reja për të bërë ceremoninë ditën e tyre të shenjtë, ceremoninë martesore. Të afroj sa më shumë me fshatin, me natyrën, me tokën, çdo klient apo çdo treja apo çdo fëmijë që të kuptojë se toka është ajo që prodhon gjithçka, që na ushqem në përditshmëri. Së shpejti besoj që për një periudhë të saktuar do kemi një tunel për nënat me fëmijë për filmat animuar, për kinema, do ketë një tunel për yoga, për meditim, për të rritë të rejat apo moshat e më të mëdhaja, dhe sigurisht do ketë edhe gjërat e tjera. Pra, qëllimi i familjes Casanova dhe familjes Sula, i Paolos
Matteo dhe Silvius është që këtu të rri e virgjëna, thonë italianët, që mos preket asgjë, pra në kuptimin mos vendoset as një gur apo as një ndërtim i lartë absolutisht, por të rri në natyrë edhe do t'i përshtatet e gjithë idesë që të jetë sa më origjinale. Unë t'ju tregoj një sekret shikuesve, pasi që jemi te tuneli i sekreteve. Ushqimi këtu është fantastik. E janë edhe provojeni, shijoni këtë vend, sepse me të vërtet keni me kalu një kohë shumë mirë. Gjithashtu edhe mikpritja është një nga gjërat kryesore dhe që më ka bo përshtypje mas shumë din këtë vend. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit dhe ju dhe njëherë që kënaqësi dhe do t'i thosha shëndet, lumturi të gjithë familjeve shqiptare në gjithë qytetet e Shqipërisë dhe veçanërisht të familjeve të Kosovës që ka vuajtur aq shumë për gati një shekull. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ju. Shikues të dashur, kjo ishte eksperienca e një dite të plot tek Agroturizëm Via Ignatia. Ne jemi kënaqur shumë, e kemi shiju çdo moment, por gjithashtu kemi pa një natyrë të mrekullueshme përveç të tjerash. Unë ju ftoj që të vini dhe të eksploroni më shumë këtë vend për ushqimin e tij dhe për të gjithë ambientin këto. E ne shihemi përsëri në episodin e radhës të Pasion e Profesion.